kur thoi, këtë kishe marrë me vete. Grecën. Nëse Zoti do të plotësonte 3 dëshirat në sekondat e tua të fundit thot jetës, cilat do ishin? Të kishin të ishin të pavdekshme mami dhe motrat. Ti kishe të pavdekshme? Kaq. Gjeto, a ishe feju në herë me Grecën? Me Grecën, qa po thuti ne jemi shok, jo. Përgjigje seriozisht. Po pra. Unë përgjigje shumë seriozisht kur më pyetën për ty. Ore dhe unë. Rika, ke në lek borgj? Jo, as ka marrë ajo jetën tim me lek borgj. As do marrë, as nuk kam. Pyet një gocë që thot anonim. Qa shkolle ke bërë dhe në qofë se nuk e ke vazhdu, i ke ra pishmani thot në herë që se ke vazhdu dhe a do kishe dasht me vazhdu? E para? Jo. Kam bërë vetëm gjimnazën anëtare. A e bë pishman që se ke vazhdu? Jo, kam bërë vetëm gjimnazën dhe në po të fitojnë në lotari nesër, thot, çfarë do bëje gjë të parë? Si do ishte si do ishte i takim perfekt për ty? Çfarë kaq te lotaria që ndrojnë? Do e grica biletës do ikja farë se nuk du të rri larg familjes time, du të rri gjithmonë afër familjes. Rika, ke tradhtu në herë? Jo. Me Galluksi thot, kush ta ka vënë emrin? Mama, sita ime. Ronaldo Troka thot, a do futesh në përputhën? Jo. O Greca, Anisa Uka thot, o Greca, përshëndetit, lutem ma kthe mesazhe, pyetje ri kur qëndron Karin Pill. Sa shumë pyetje. Se kuptoj qa pyetjesh keni bët, sa? Rika, thot njeri me emrin Vasil. Pyete pak e Rika, thot, a përdor makinë, thot, apo big për me heq lesht e pillit. O kar, besoj se janë qeke qik mrapa ti, nuk ka me big e makinë, janë këshu lazer, gjëra. Nësë besoj të ketë, janë këshu që... Big dhe me sapun, o zemra. Ja, se ato këshu që vijet sa këshu me letër dhe a jepa, jo. Fap! 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 Ti që e ka thonë të bigat e makina, shia rëpt. Orja jap me big dhe me sapun. A e unë grot. Me big me sapun? A e unë grot. Ku kam lekën për lazës, të ka dojnë një me reklamit i fsharatës. Thot një gocë, anonim të lutem, thuj e Rikës, thot ke shumë trup të bukur dhe gjithçka super, thot, për stilin duhet të ndrosh. A ke ndonjëherë nërmen thot të ndrosh stilin? O zemra për stilin këto mundësi kam, se me pas mundësi lekë di racën, më shef mo me këtë stilin ti mu. O, Erika thot, a kishe dalë në i natë për 1.000 euro? Se di qa them për zotin, varet. Të kishe dalë? Okej. Të kishe dalë një qa? Qa tha qa ishte? Të kishe dalë një natë? O, Erika, Mateo Dukaj thot, nëse do e kishe kthy kohën mrapa, thot, qa do kishe ndryshu? Ja marrë me robë që s'du t'i jep shumë, i kam dhërë mundësin do më thonë disa robë që O quna, gjithë qa keni pyetje, futut një te Instagrami, Greca Viz poshtë 11, se këtu jam të i ledzu dhe këtu për bëj pyetjet. Cila, deri në orën 11 kena këtë pyetje. Cila është gjë me tërheqësit e i mashkull për ty, thot pyetje pak Erika, thot pinguini, Karin Pill, 88382511.
Unë të një mashkull ja shoh dhëmbët, dhëmbët ja shoh shumë. A je dentiste? Po. Fiona, përshëndetje, thot Greca si je, nëse ke mundësi të kthesh kohë. Fiona thot, përshëndetje, Greca si je, pyete pak Erike, nëse do kishe mundësi të ktheheshe pas në kohë që mos t'u bëje e famshme në thonjza. Në këtë mënyrë thot, që të gjithë nuk mund të marrin fare seriozisht, do ndryshoje thot, apo të pëlqen kjo gjë? 50-50. Edhe pyetja dytë thot, nëse mendon që ta bësh krenare mamin ose ku diun thot, pse nuk ndryshon dhe të fokusohesh në diçka tjetër që mund të krijosh të ardhura? Po mundohem të fokusohem tek muzika, po nuk e di sa do i arrij qëllimit. Asnjë gjë, Fiona. Po s'keni pse më thoni faleminderit më burson, po ju them vetë që të më shkruani, jo Fiona, je shumë okay. Erika thot, dikush që është anonim thot, çfarë gjëra të pëlqen, 3 gjëra që të pëlqejnë dhe 3 gjëra që nuk të pëlqejnë te i mashkull. Mos t'jetë gënjeshtar, t'jetë drejt për drejt, edhe të gjë troq. Këto. Pyet dikush, o Glesti thot, pyet Erika thot, do kishe zgjedh një çun të shpifur me G-klas apo një çun me pamje të bukur dhe me Golf 4? Golf 4, tim Golf 4. Jo, zemra nuk merrem dot me këto që si shoh. Që si ndjej unë, jo, nuk do isha marrë me një që kjo është shpirt dhe ka G-klas. E du një që ma do shpirti, ma do gjani. Pyete pak, jo, këtë po të pyes unë se ky e ka bërë pyetje, po është si pa lidhje, po unë po folmor. A i fut në herë gishtat para se me flet? Jo. Gret! Ta mërë se pyetje po të bëj, a i ke fut në herë gishtat? Jo, po bol, ku? Në lavatrice? Po më pjell me në lavatrice, thot. O idiot, bol. Do me thënë, je masturbu në herë është muhabeti. Jo. Shkiki. O vllai, kjo që do ti goca, më fal, që i thu pyete Erikën, a do kishe mbyll TikTokun nëse do vinte momenti që nuk do të pëlqej TikToku. Ngjaj sekond. TikToku në moment kur ngecin edhe nuk kanë çfarë të bëjnë do e mbyllin se të le vet TikToku. Erika drejt mbylljes ka qenë se Erika ka qenë live me 100 veta, me 200 veta, çfarë do bënte më? Ti bo foli ky. Erika, për ty më mirë a do ishe lidh me i çun të virgjër apo me i çun që ka eksperiencë? Ka eksperiencë. Pa i shifë të bura, do folesh ta mam të shije bu. Me një që ka eksperiencë, me një që nuk ka nuk du së zdiu, mos zhjith ai që të... Po të pysi në njerin aty, meri në një t'ju mësoj të dyve. Po mora të tjetër, vetëm edhe tjetër që të t'ikin nga e. Okej. Ana thot, përshëndetje, thot, Greca, pyete Erikën, ti je shumë e mirë, thot, pse bën shumë fillin fytyrë dhe çfarë mund të bësh ti, thot, kur të bësh 40 vjeçe? O zemra, mund të bëj shumë gjëra kur vetë 40 vjeç, nuk kam vendosur vetëm filler tani, nuk kam vendosur botox. Është një gocë që edhe kjo duket shumë serioze, po do të rri anonim. Pyete pak Erika, thot, çfarë do doje ndryshoje tek vetja? Që mos të jem shumë që të besoj të ropë, se s'po m'vjen për momentin si thuhet. Mos t'jem shumë naive. Okej. Ta heq të gjë nga vetë ime, po nuk e heq dot sepse të heq dot, se nuk kam një gjë konkrete që ta them, nuk e heq dot si gjë. A do me Geno Bresa thot, a do isha martu me nejt huj? Jo. Jo, se nuk di anglisht, jo për gjo se disha isha martu. Një tjetër, një pyetje vjen, thot, kush merr në telefon që a shifsha familjen pill? Asnjë, telefoni tim si binje njësi. Greca ka 11 e ka emrin ky që pyet.
Pa na çau karin do t'i ra telefonit, dhe kush është ai rrëpshimi që të merr në telefon? Nëse vi njëri i drejt, po shofu se kam dy O pushim pa na merr ashi, po jeta ankësha zemrën, o çuni më i mirë. O vlla thot, Gjesi, është gocë dhe thot o vlla thot, pyete pak Erikën thot pse nuk rri serioze, thot se po bëjmë mohabet tamam thot se po m'pëlqen shumë si gjë kjo sot thot. Po pra do e bëm gjithmonë kështu Grelce. Po jo gjithmonë se do të marr veç ty në intervistën, po do e bëj gjithmonë kështu me njerëzit. Po ndoshta do të bi radhave ty dhe tjetrit, por që gjithmonë kështu do i bëj, do marr pyetje nga njerëzit. Për shembull do nxjerr, sot them do kem Erikën, pas nesëri tjetër, do i kushtoj të paktën 1 orë kësaj pjese, unë do bëj live që kam bërë gjithmonë, po 1 orë do fus në Europë kështu thjesht me i bën njerëzit, se kam ca gjëra që duhet me fut tash. Është një gocë. Po ikë veja nga Rikim. Ikë se 1%. Veja nga Rikim, vajte, sot marrë këto dhe 10 minuta. Po mos ti drita dhe në dhomë, i Ec shpejt se 10 minuta kohë kena se më kam pyet ca goca dhe s'du me ja lën kështu se ngjan keq. Prit. Po e kam dritën e kështu më është djeg të dhomë. Po të marrim pyetje të paktën. Se 1% kam, se po më fik nuk ndizet më. Prisa ta vendos. Adela Gjokoli thot, o goca, unë ja lexoj gjithve emrat e kush nuk do të çunë se goci s'do mi dal emri thot anonim. Adela Gjokoli thot, pyete pak të na thot 3 gjëra të mira thot që i pëlqen te Greca. Është pozitiv, di me majt shoqërinë, edhe nuk t'i hap sekretet. Jenniferi thot, përshëndetje Greca thot, pyete pak Erikën kur shkosh 30 vjeçët, a mendon se do i bish pishmanit për gjërat që e tu bë? Jo, më zemër se janë gjërat e adoleshentës ka lidhja, kupto. Mbase për rob, po për gjërat të tjera jo. Jo, prit se është anonim, kjo se s'do me dalë dikush se duket serioze kjo robi. Një pyetje për ty, thot. Okej, që ka për mu, një pyetje për ty, mendon që Erika të do ty me të vërtet, po nuk e tregon? O, ti goca që më ke pyet më, unë mendoj që Erika më do me vërtet dhe mendoj që edhe e ka tregu. Po thot, që po bon, jam make-upiste. Thot dikush, o Erika, thot, a mbush na e rujte makina se litave këto që vinë kështu? Po. Unë ja, po kam mbush mami. Pyetje tjetër, thot, pse se mbyllni këtë intervistën se na çat Karin? Pra mbyll për se na çava. Bëj shaka se e thash unë këtë. Idiot. Thot dikush që besoj se është gocë, private, 3-7, thot, nga i gjen lekët për gjitha gjërat që bën, thot, vetullat, dhëmbët, tatut, se ke thënë, thot, që s'ke dhe je prezentu si gocë me... gocë hallegjie më. I kam bërë me reklam. Datë 25 dhe bëj hundë, në ti goca që më pyte këtu kur dhe bëj. Ky çoni duket serioz, aren si sufe, thot, qa bone o Grec, pyte pak Erika, thot, pse nuk mundohet cilët dhe serioze pak me mirë të fokusohet e muzika, thot, se duket gocë e mirë. Po ma pas ke shkujt në vonë, dhe mos ma lexoj emrin. Po rëmbehet shpejt, thot, mos ma lexoj emrin e vlla FLM. Po ma shkruani fillimat e parë. Po unë du me fokusu te muzika, po nuk kam lekë me fut muzikës. Ç'a të bëj? Po mirë. Me pas lekë isha fut muzikë. Mirë, atë bëj pyetjen ty, pse s'ja lë ti këtyre producentëve, këtyre tek shkruaj, lejen e herë vari lesh të bëjnë muzikë, tekste. Se si t'ja lësh në fillim, si t'ja lësh në fund. Si të pagush lek, si ta marrësh me merit, prap do të shikto se janë për t'ju shirë në pill. Më mirë, leja që në fillim e hyj karrierën tamam. Të kapësh vetëm, vari lesh, do thonë. O Greca thot vdek fisi, po pse më të shifsha familjen në pill, do t'i shifsha rop ngoj, për çfarë më vdek fisi më rëpshim. Po çmend ky. Të vdek fisi, po më plasi kari mu të fisi. Pak e mos vdesi familja, po fisi vari kari, di qa me bëm. Shkojnë varrim. Hajnë pilafi.
Po pse s'o fisin ti mo zemër? Thoja nëna babi se kam qef fort ato. Amin o lale. Merë dhe babin me vete, i kini një gang bang. Dy. Këta e tha Greca e dio. Greca e di si jeti si hala i. Ka mu të halë me malo, kështu ashtë si përna jota jo. Erika thot, kena gjujt natë i live thot që e ke shah hallën me fise, me rope, me qa, është e vërtet thot që e ke ropshime? Ashtë e vërtet shumë. Aj! O Grec, pyte pak Erikën thot, a ngjan me hallën? Jo, me lajq. Jo, se njajt, për pamje njajt qik. Po, pa për këshu, për karakter. Ma me nga të shumë këthes, ma jo. I njaj pak në pamje. O Erika thot, a do kishe shku me në shtetë e Europës me punu me pika? Jo, zemrës, le mami. Erika thot, nëse s'do kishte ashim mashkull në botë, thot, për me shku me bë marrëdhënie, qa do kishe bë? Do boshe lesbike. O, Greca se le nam, ti po mos kishte meshkull, nuk do ekzistot asë jo gjë, ja kupto, idiot, qa thua, e interesje jo. O Grec pyte Erikën është transët se jam kurioze. Jam trans. A është trans ta? Pyte pak Erikën, a jam transët, a është transët se jam kurioz? Po. Jam Marko. Landi Kozmetik thot. Kuptoje pak. Landi Kozmetik thot. Qa O Landi, ajna si dhe gjuaj. Po gjomë ti drejq. Landi Kozmetik thot. Qa bone Grec? Pyte shtrigën e bërbardhës, qa stilit pëlqen? Are, se apo me sonte, si ara konde. Ha më. Are, thash. Ha pra. Po pra thash. Qa the? Së di. I shio motrë njeri këtu Doki Stal, Doki me kë. Doki Stal, s'kisha në gjune herë, shia rëpë pjë. Ja po, Danki. Donki. Eva thot, edhe është, o Grec thot pyte pak Erikën, pse në fillim thot hiqesh si e pafajshme? S'ka lidhje si e pafajshme, o zire, po ndryshoj roli. Dikush thot, anonim thot, pyte Erikën thot, a vjen me mund matur thot, ti shkruaj dhe t'ja 500 euro nëse bërë shoqërusja ime është qunë. Ku jeti o Lali? Vive Grecën. Adela thot, o Grec thot, përshëndetje, pyte pak Erikën thot, a të është mirë njohë se thot që e ke ndihmuar, apo nuk mendon se ti e ke ndihmuar në disa momente, apo jo, thot. Edhe Nuk mendoj. në disa momente s'ke qenë dhe pse në disa momente thot s'ke qenë falenderuese. Nuk mendoj. Qa nuk mendon? Se m'ke ndihmu. Okej. Je shumë i mirë Greca, respekte. O Greca ka shkujt një qull me emrin Jackson, ma heq mandjo, thuj Grecës, thot. Priti sekund se erdhi një anonim të lutem, thot, sa lek do t'ja lesh Grecës, pagesën thot direkt nga Dubai. Jo vllai. A do ishe martu në herë se ma dha kam një gocë të një moderatore, edhe në pyetje thotë a mendon se do të marrin një djalë beqar, po me që bëri këtë pyetje, kjo po ta rregulloj pyetjen dhe po të pyes. A
A do ishe martu në herë me nëj burr të martuar, që ka fëmijë, po është i ndanë me këtë gjë? Është i ndanë, Jo. ka fëmijë e kështu. Jo. A do kishe majt në i lidhje o Erika veç për metal trapin? Po, a kështu është qef. Okej. Fuck and go, si është kjo lidhja këta? Po, kështu. Po, kisha majt për respekt tjerë. Okej. Are, gomar. Qa bërë? Ke thonë jaj, dole më zukaj. Ke thonë të mbrëndon si aj. A do kishe bën, thot dikush, a do kishe bën, pa i shive rabë dhe por të na bës si këngëtare, tash ne jena në këtu në studio se shiva kurve nxorra për jashtë. A kemi mikrofon aty, u gëtë është këndoj ori qik. Kam. Pyte Erikën thot, a do kishe në... Okej, këtë pa. A do kishe shku me nej plak për eksperiencë? Jo, se jeme lak qo, Po me pages? Jo, ore jo. Qa thonë të më? Au qona, po mos u bëni kajt e bila. Pyte Po leni këto pyetja, por je vjeqër si e vje, kur e ke heq, kur se ke heq, karin pjell. Relindi thot mu këshu, pas ka shkujt në fund pyte o karë. Relindi thot, o gre, thot, pyte pak Erikën, thot, nëse do kishte pas mundësi, thot, me dhën leje me mishi mu rob të shpis, thot, si pas gjatësi, thot, a do kisha art mishi e rob? Po Relind, do vija me ta shi komplet familjen e qatë kishe në shpi, ma të rëshim, shko këti mu këtu pyte o karë, o të shift kari rob, o të shift kari familjen, o të i shift sha rob në gojë rob shim, pjell matre, pyte o karë, ty të shift sha rob në gojë se të shiva babin mund matër e shirë. Ara, do me të pytë më pjellë rob. Qatë ka thënë, Gret? Qatë ka thënë e kjo? Të pra nëse do kishte mundësi Erika me dhën leje, a do mi kishe i shirë rob të shpis, si pas gjatësi, se kjo e dashka me regull. O vlla, nga me i shkurtrit e me i gjati, apo nga me i gjati dhe me i shkurtrit? Kam sërëzisht. Pra qa ka thënë e pjellin e robet vetë? Në pëtona i jeti. Kësën që nuk e si aj, dole bazi se aj, këtë së vlendo si aj, hajde o Erika, nga qa qyteti, ha më nga qave kari, nik të shi e brik, po leje të shi të nga bësi këngëtare, kari pjell. U bësi budalash mes emisionit, kari pjell, dhe në si aj, bëthën do ma qaj, kari pjell, po leje të shi e brik, ka bezdik shumë, po ishte publicitet, o idiot, kur do flasim serios, a të folim serios. Pa publicitet, Karin pjell, kur them, o Flori, na qave Karin, o Flori, mo na qop pika se na qave Karin nër burr. 700 pika, i gërë rrot Karin, tu na qop pika këj me të ledzu mesazhin. O Greta, Flori dashka me ta ngull më duket. Qa Kari? E kënda me një të përdunoj Flori më duket. O, kjo me këfare, mo. O Greta, ta bëj një pyetje të tashi personalisht nga trupi. Ja. A ke mendu vetën e irë me u fut Portogalli? Ja. Qa jo, pëtolla. Po si du me që du me shkull pësërë, a na mungon audienca në i shifsha rop, kam 2200 veta live, njerëzit, qa jam këto përpusat, le dalin gjithë si studio për jashtë, shien me njëri tjetrin, bëjnë energji, me që kujtova se kam harru, mërë bursit, tashim shkoj menje se kam 2-3 ditë që e menoj këtë. Njoj sekund, unë si bi rope më qaf në herë, po tashim më kujtu se ju kam pasa ditë më keni qak karin shumë. Ju bëj thirrje ju të andales, qa jeni ju andale, do t'ju shirop në pjith përveç e 2 vetave. I quni dhe i gozë, do t'ju shirop në pjith dhe na keni qak karit të dalet i si pjith, matra të bëhu marë, ju se ju shiva rop në pjith, rop qima. Përveç i quni dhe i gozë që i njof ju tjerve ju shiva familjet, merni dhe kalamaj këshu ju pjenë ju shifsha rop, ju kishte thënë i robi im, kur më tha mua jo këshu, doja me qu gozën dhe të andale, se kishit bë këshu ju se emisione, donit dhe leki ju mërë motre shira,
Ti u shiva rop pjell. Tu dalet ti bësi pjell rapsha, po bëni humor ju, do t'ju shi ropter edhe ti o kar, mos e përmend me emra. Po ju pash dhe herë që dilni bëni video, do t'ju shi familjet në pjell. Do t'ju marr tek qa jeni aty në Andale, qa jeni ju Andale pikal, do t'ju shi familjet në pjell, një nga një. Qa jeni, do t'ju nxjerr këtu, do t'ju shi motrat, mirë ju, po do ju marr dhe kushërit dhe mamat dhe babë, do t'ju nxjerr gjithve këtu. Mos dilni bëni me video, se do t'ju shi familjet në pjell, po ju them. Në rregull. Rop shira, se kështu jeni ju si faqe pjell motra, si pjell ropsha, doni lek ju motra shira, pse rrët e s'di me bë kështu? S'di me bë kështu në dini si pjell motra, të bëho marë, vinë shqiptarët ju supportojnë, ju bëjnë like, ju bëjnë kështu, ju doni me u marrë lek ju, me fmit kërkur, se ju se do t'ju shi ropshima. Tjere fajrë ta shifsha kurve mun pjell o varikaris shumë, o të shumë pederast, o klysh, o varikarist, pederast, byllshir, do jesh me varikaristin e se s'del dhe ti t'i shash, se ka me t'sha ty pastaj. Dilë t'i shaj, mona qaj karit. Rop shima Andale, po bëni humor ju varikarista. Ju këse ju shiva rop pjellëre, motër shira. Se ta shi më kujtu, që na më kujtu më këto pjellë motërët? Na më kujtu më këto rop shirat mu. Andale pikal, po bëni humori ju shift humori motërën pjellë. Ju jo a shifsha familje në pjellë, rop shima. Po jo them dhe herë, përveç i quni, motërët e për kokë familje do t'ju shi ropt. Do t'ju shi familjet të pjellë o rop shima, mos dilet të bëni sikur po bëni humor. 5 rop shira ju me i taksi aty para taksis. O, përshëndetje si ngacmojnë çunat sot. Ju këto do t'ju shi rop në pjellë, rop shima. Kaq po ju them, dilni edhe herë prapë e shifeni çfarë do t'ju bëj. Andale pikal, atë ju shi rop në goja. Andale, jeni andale, ju andalova fisin ju shiva rop. Na keni çakari na bësi jeta o shef jo pjellë motra. Andale pikal shos, andale pikal make-up, andale pikal bicycle, andale pikal shtëpi publike, se do t'ju shi familjet pjellër rop shira. Motër shira, e filloni të bëni pasaj si pjellë ropshat, postoni, ky bëri shurrën atje, ky bëri shurrën këtu, ja shqiptar, do në bën, se do t'ju shi familjet pjellë, se keni për të bësi jeta o shef dhe ju, po do t'ju shi rop, ka që për them, do t'ju shi motrat në pjellë, se jeni rop shira, ju rrisni faqet, e pastaj dilni kundra shqiptarve, vini gjoba, se do ju bëni si pjellë motra, ju do bëni si piranja, ta kupton? Fillon ju vin video gjëra, merrni gjoba, ju do t'ju shi motrën o rop shira. Rrini mirë. Doni lek ju nga fëmijët me ardha tjetër ju, pse si supportoni, pse si promovoni pjellë motra? Ko alti këtë ta shi motrën pjellun, ta shi familjen pjellë, mos më thuj më rop shirë. Kush jeti të shifsha rop në pjellë që më thumë mos sha njerës, unë ti shi rop në goj ty, Andales edhe Ygar edhe ti kameramanit. Rop shim. A erë dhe ti më qorë? Hare, një randë, po këtu kam qenë. Mirë, ik tash, a do mbyllësh live-in? Po. Ik mbyllë live-in edhe hajtë bëhu gati se do vitë marë. Okej. Ore, do shoh se të parë të shiu. Po më na çaj karin, merr në i pjellë ropshe aty, thuj hajde, thuj se do dalim. Po merr në i pjellë mirë, jo kështu. Po do dalë. Më shkruaj privat. Qeta në një. Unë ta e shi motrën ty dhe tyre të Andales që më thuj do të rafin ato rop shim. Mos më thuj karmu se të shi familjen pjellën ty dhe tyre të Andales, po ikse ja u shiva rop në pjellë. Hajde, çao. Andale, qa emre keni ju këta Andale, jo po Anale, ikni e mërë pjellë motra, Anale pikal, ikni si ju shiva rop, mos dilni mërë, motrë shira, fis shira.